Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ju flet Radio Maria e Kosovës. Një krishterë në shtëpinë tënde, ju ftojmë në këtë çast që së bashku ta lutim lutjen mbretëreshe qiellit. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe qiellit, gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyjin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi, o Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të themi një atyën dhe një të falimi Mari për shpirtat e purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falimi Mari, hirplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jepu au Zot pushimin e pasosur, dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëli i Zotit, që Që je je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, në vazhdim po e lusim me liturgjinë e orës mesme. Sot është premtja e 6 e kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 2 e psalterit. O hyj, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës 6. Eni, o ju sklever që luteni, me mendje gojë madhroni, emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, i adërzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e birin e tij, së bashku me shpirtin e shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e 10. Duart e tua më bën e më dhan trajt, më jep kuptim ti mësoj urdhrimet e tua, kur më shohin ata që ty të druajnë gëzohen, sepse shpresova në fjalën tënde. E di, o Zot, se gjyqjet e tua janë të drejta, me plot të drejtë më përule. Le të më ngushëlloj pra mëshira jote, se sipas premtimit që i dhe shërbëtorit tënd. Art mbi mua mëshira jote e do të jetoj, sepse ligji yt është kënaqja ime,
le të turpërohen krenarët pse dje keqas me poshtrojnë, e unë do t'i kujtoj urdhrimet e tua. Le të sillen drejt meje ata që ty të druajnë, ata që i njohin dëshmitë e tua. U përsost zemra ime në rregulloret e tua, që kur të mos turprohem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 59, urata për mbrojtje prej të paudhëve. Psalmi sjell jehonën e lutjes plot dashuri që Jezusi ja drejtoi Atit pa thënë Eusebi Cezares për këtë psalm. Hyj im, më shpëto prej armiqve të mi, më mbro prej sulmuesve të mi, më shpëto prej atyre që bëjnë të keqen, më shpëto prej atyre që derdhin gjak. Ja vun pritën jetës ime, u stolën kundër meje të fortët. E pra unë s'kam faj as mëkat o Zot, pa pasur në mua paullësi bëhen gati të më sulmojnë, qohu eja e shiko. Fuqia ime ty të pres, sepse ti o hyj je kështjella ime. Hyji im, mëshira jote do të më mbri me kohë. Hyji do të bëjnë nga lart t'i shikoj armiqtë e mi. Kurse unë do t'a këndoj fuqin tënde, në mëngjes do t'a lartësoj dashurin tënde, sepse ti që e kështjella ime, strehimi im në ditën e rrezikut tim. Fuqia ime, ty dëshiroj të këndoj, sepse ti o hyj je kështjella ime. Hyji im, mëshira ime. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 60, urat pas fatkeqësisë. Në botë keni vuajtje, por mos u trembni. Unë e munda botën, thot Krishti te Gjoni Ungjëltar 16:33. O hyj, ti na flake tej, na theve, ishe zemruar, kthehu prap te ne. E tunde dhe unë cop e ndave, shëroja plasat se po fundoset. Bëre që populli yt të shoh të vështira të mëdha, na dhe të pim verë që të merr mendët. Por ti u dhe shenjë të dashurve të tu, të tërhiqen nga goditja e harkut. Por që të shpëtojnë të dashurit e tu, ndihmo me të djathtën tënde e na dëgjo. Hyji foli në shenjtërorën e vet, do të gëzohem, do të ndaj si kemin, do të mas luginën Sukot. Imi është Galaadi, imi Manaseu, Efraimi është përkrenarja ime, Juda skeptri im. Moabi legeni ku unë lahem, në Edom do ta hedh këpucën time, mbi Filistejn do të brohoras fitoren. Kush do të më çoj deri në fortesë? Kush do të më pri deri në Idume? Vallë mos joti o hyj që na flake tej. Vallë as do të dalesh o hyj me forcat tona. Deh na ndihmo në ditë të ngushtimit, sepse s'ka shpëtim prej ndihmës së njeriut. Bashkë me hyjin mrekulli do të bëjmë, ai do t'i shqelmoj armiqtan. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6 man nga letra drejtuar Galatazëve kapitulli 3, rreshtat 27 deri 28. Gjithë sa jeni pakzuar në Krishtin, me Krishtin jeni veshur. Nuk ka më hebrej grek, nuk ka më sklav i lirë, nuk ka më mashkull femër. Të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus. Nxënësit e pan Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hyj, ti na përtrin për jetën e pasosur me ngjalljen e Krishtit, drejtoj zemrat tona drejt shëlbuesit ton,
që rri në të djathën tënde, kështu që kur të vi përsëri me lavdi, të gjithë ne të rilindur me anë të pagëzimit, të veshemi me petkun e pavdeksisë së lume, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, patët mundësinë që së bashku ta lusim liturgjinë e orës mesme këtë të premte të javës së 6 të Pashkëve. Na ndihmoft Zoti dhe na i dëgjoft lutjet tona. Kudo qofshi, ju bekoft dhe ju udhëzoft hyj gjithëpushtetshëm Shpirti i Shenjtë, Ati e Biri e Shpirtit Shenjtë. Amen. Amen. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.